Teksti i kryer nga inteligjenca artificiale që po tërbon shkencën. Ndiqeni me vëmendje këtë material për t'u informuar dhe për të kuptuar në çfarë bote ne jetojmë. Kush është rastësisht e di bëlaj faqe si të shihemi sërish dhe dëgjojeni se çfarë ndodhi. Është bërë një studim në Amerikë dhe është bërë në disa vende të botës, por në Amerikë është bërë ai i fundit dhe janë marrë rreth 1000 hibrid, pra 1000 teste. 1000 teste të 1000 njerëzve. Dhe çfarë bën? Të moshave të ndryshme. Pra të rinj, të moshuar, gra, burra, me ngjyrë, pra edhe njerëz me ngjyrë, të gjitha formave, dhe i kanë vënë përpara që të komunikojnë me inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale i ka kopjuar, e dëgjuat mirë, i ka kopjuar në mënyrën e të sjellurit, në mënyrën e të folurit, në fytyrë, në sy, në gojë, dhëmbët, hundën, lëvizjet, pra edhe karakterin e njeriut. Dhe e dini se çfarë bën? Sepse çfarë bën studiuesit? I morën këta mbi 1000 njerëz dhe u thanë që të komunikonin me inteligjencën artificiale sa të mundeshin. Dhe i lanë për një kohë. Pastaj, duke i larguar nga inteligjenca artificiale, çfarë bën? I kërkuan inteligjencës artificiale që të riformatonin ose të ndërtonin karakterin e atyre që pan. Pra që pa të njerëzve. Inteligjenca artificiale në më pak se 2 orë ndërtoi këta njerëz. I ndërtoi nga zeroja. Ndërtoi figurën e tij, pra të çdo njeriu, të një gruaji, të një burri, të gjithë këtyre, të 1000 vetëve. Pra ndërtoi portretin e tij, ndërtoi syt, buzët, hundën, gojën, veshët, flokët, çdo gjë. Jo vetëm kaq, por edhe zërin, edhe sjelljen, edhe karakterin e ndërtoi në mënyrë eksakte të gjithëve në më pak se 2 orë. Para disa javësh kisha bërë një video për sa i përket inteligjencës artificiale dhe nuk dihet se përse, por shumë njerëz nuk e kanë kuptuar mirë se çfarë do të thotë. Nëse e keni vënë re, ne kemi filma gjithandej. Filmat për shembull edhe Terminator që tregon që një ditë makineritë ose robotat do i kthehen njeriut. Dhe nuk po kuptoj që pse njerëzit nuk janë, sepse një zë i vetëm nuk mund të bëjë dot asgjë. Të gjithë së bashku diçka bëjmë. Pra duke folur të gjithë, në të gjithë botën po flas, nuk po flas vetëm në Shqipëri, por duke folur të gjithë, mundet që ky sistem të mund të ndaloj, sepse me kalimin e kohës do vi një ditë që inteligjenca artificiale do marr vrull dhe do mbizotëroj. Nuk i duhet njeriu inteligjencës artificiale. Dhe kur të vi momenti që të mbizotëroj mbi njeri, sepse mund të ketë nën kontroll çdo gjë. Inteligjenca artificiale, nëse merr vrull, nëse ajo kupton që njeriu është i brisht dhe nuk është asgjë në krahasim me të, le të vi ndonjëri që të thotë që jo ju hiqini bateritë apo ku ta diun janë budallë që këto. Sepse shumë shpejt të dini njëre para fare që ne kemi shpikur baterinë që nuk shkarkohet kurrë, e kemi shpikur. Por nuk e nxjerrin në treg, për arsye sepse si do eci merkatoja botërore. Kështu që në qoftë se ka disa sisteme me bateri të përhershme dhe që nuk shkarkohen kurrë, dhe në qoftë se inteligjenca artificiale do t'i kuptoj këto teknika, që të marrë këto bateri dhe t'i përdori për veten e saj që të mund të mbijetoj në përjetësi. Atëherë dini se çfarë ndodh? Shkatërron njeriu. Dhe duhet të dini që në të kaluarën mendohet që ka qenë, të paktën kështu thuhet, Atlantida nuk ka qenë gjë tjetër veç se këtu në planetin Tokë. Dhe Atlantida e humbur ka qenë një zhvillim shumë herë më i madh se sa që njohim sot. Dhe ka qenë pikërisht zhvillim i madh që shkatërroi njeriu. Në fakt këtë e gjeni edhe tek shkrimet e Platonit. Ai thoshte që ishte njerëzit filluan që të talleshin me forcat e natyrës, pra të zotëronin forcat e natyrës. E njëjta gjë që po ndodh sot. Dhe nuk e kuptoj se përse nuk frenojnë këtë zhvillim. Sepse, siç e kemi thënë edhe herë të tjera, baballarët e inteligjencës artificiale u larguan nga këto
projekte. U larguan që kur e themeluan, sepse panë që është diçka që mund të shkatërrojë vetë njeriu. Dhe njerëzit vazhdojnë të ecin përpara. Ndoshta sepse nuk ja dalin dot që të frenojnë parat që futen në xhep, sepse ka lëvron para e madhe me inteligjencën artificiale. Nëse keni vënë re, ka me miliona njerëz që bëjnë video me inteligjencë artificiale dhe marrin para. Miliona njerëz që me inteligjencë artificiale bëjnë punëra të ndryshme që nuk kanë nevojë po është punë robotike dhe marrin para. Pra, ndoshta është ky shkaku që duke futur para në xhep, shumë prej këtyre nuk frenojnë, po atëre ata që drejtojnë kryesorët, pra ata që janë vërtet që dominojnë mbi njerëzim. Pse e lën të lirë? Ka një teori. Teoria është që thuhet që një ditë dikush do drejtoj çdo gjë. Pra do drejtoj njerëzimin dhe do drejtoj çdo specie që gjenden të këtë planet. Speciet janë të gjitha të drejtuara nga njeriu, por duke drejtuar njeriu do drejtoj çdo gjë në këtë planet. Dhe thuhet që kur të vijë ai moment, ai do përdor një mikrochip. Dhe mikrochipi do të jetë i lidhur direkt nga baza në çdo aspekt të jetës. Dhe qoftë në trurin e njerëzve, por qoftë edhe në makinerit, qoftë edhe në robota. Dhe të gjitha këto do të manovrohen nga një çip i vetëm, nga një vend i vetëm. Dhe merreni me mend, vetëm me një tast, si thuhet, me një klik, ai mund të bëjë çdo gjë. Mund të bëj të vdesë njeri, mund ta bëj që të rrimë këmbët njeri, mund ta bëj që të jetë i pasur, mund ta bëj që të jetë i varfër, mund ta vrasi në sekond, sepse ne kemi arritur në atë moment, në atë pikë që me zhvillimin që kemi, që ne me anë të teknologjisë mund të krijojmë probleme në shëndetin e njeriut si të duam ne. E kemi arritur sot. Bile do t'ju them, një shkencëtar që është me origjinë japoneze, por jeton në Amerikë, ka shpikur diçka që do t'i lë pa fjalë. Ai mund të marrë me fjalë, nëse merr një pjesë të trupit tënd, të ADN-s tënde, çfarë do lloj qoftë ajo? Pra, për shembull të flokëve, një flok, një fije floku, një copë lëkure, një diçka ose për shtymën tënde, ai krijon një vrasës. Krijon një vrasës me grimca. Pra një vrasës që është një qeliz, si mund të quhet, që shkon vetëm duke gjetur atë ADN. Dhe në qoftë se ai e infekton atë dhe e lë të lirë që të vazhdojë të eci si punë droni, që të vazhdojë të eci, për shembull të hajë në një qytet apo të hajë në një shtet. Ajo qeliz do iki ose ajo grimc do iki, do vazhdojë të iki në përjetësi derisa të gjej atë ADN, atë njeri. Dhe kur ai e thith, vdes. Kjo është reale, e kanë zbuluar, me fjalë e ka shpikur tipi. Dhe po thoshja, sot ne kemi një zhvillim të papar dhe nuk e kuptoj që pse duhet ta lënë deri në këtë pikë çdo gjë, pra edhe makinerit, edhe robotat, edhe inteligjencën artificiale dhe të gjitha këto. Bile do t'ju thoshja dhe një diçka të rëndësishme. Unë mendoj që edhe sëmundjet të çdo lloj sëmundjeve që ne na janë shpikur mund të eliminohen, sepse për shembull sepse kanë ata që hedhin, kanë edhe anjektodën, pra kanë atë që pjesën tjetër që mund të shëroj. Për shembull, e mani mend Michael Jordan? Michael Jordan u sëmur nga AIDS-i pikërisht në kulmin e AIDS-it. Dhe e dini se çfarë ndodhi apo jo? Atyre nuk u interesojnë parat, por ai gjeti njeriu në dur, edhe pse dha $10 milion, por ai gjeti njeriu në dur dhe i bën anjektodën brenda në trup. Okej? Dhe Michael Jordan jeton akoma sot. Michael Jordan ishte smur me AIDS. Pra, sa miliona njerëz vdiqën atë kohë? E megjithatë ai nuk vdiq. Pse? Sepse kishin pjesën tjetër që e luftuan. Por vajti tek njerëzit e dur, ndoshta sepse edhe pagoj, nuk e dim. Megjithatë, ai jeton. Pra, si është e mundur që
të gjitha këto lindin çdo ditë sëmundje të reja dhe çdo ditë lindin ilaçe të reja. Është një diskutim i gjerë, por është një diskutim i rëndësishëm sepse ka të bëjë me secilin prej nesh dhe ka të bëjë me fëmijët tanë, me të ardhmen tonë. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, ditë e mirë.